Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 5 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 5 janari është dita e 5 e vitit sipas kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit mbeten 360 ditë. Ngjarje 1950. Në katastrofën ajrore në Swertskov, të 19 ata që ishin në bord vriten, duke përfshirë pothuajse të gjithë ekipin kombëtar të hokejit mbi akull të forcave ajrore sovjetike, 11 lojtar, si dhe një mjek ekipi dhe një masazhator. 1953. Shfaqje duke pritur Godot dhe Samuel Beckett merr premierën e saj në Paris. 1967. Revolucioni kulturor. Komuna popullore e Shangajit krijohet pas marrjes së pushtetit nga zyrtarët lokal të qytetit nga revolucionarët. 1968. Alexander Dubček vjen në pushtet në Çekoslovaki, duke filluar në mënyrë efektive pranverën e Pragës. 1969. Sonda hapësinore Venera 5 niset nga Bajkonur. 1969. Fluturimi 701 i Ariana Afghan Airlines rrëzohet në Fernville, West Sussex, ndërsa ishte në afrim drejt aeroportit Gatwick, duke vrarë 50 njerëz. Lindje 1855. Lindi King C. Gillette, biznesmen amerikan, themeluesi i kompanisë Gillette. 1931. Lindi Robert Duvall, aktor dhe regjisor amerikan. 1932. Lindi Umberto Eco, shkrimtar italian. 1935. Lindi Juan Carlos I Par, mbreti i Spanjës. 1949. Lindi George Brown, baterist amerikan. 1950. Lindi Chris Stein, kitarist amerikan. Vdekje 2007. Vdiq Momofuku Ando, biznesmen tajvanezo-japonez, themeluesi Nissin Foods. 2009. Vdiq Griffin Bell, avokat dhe politikan amerikan, prokuror i përgjithshëm i 72 i Shteteve të Bashkuara. 2010. Vdiq Willie Mitchell, këngëtar, kompozitor, trumpetist dhe producent amerikan. 2010. Vdiq Kenneth Noland, piktor amerikan. 2012. Vdiq Isaac Diaz Pardo, piktor dhe skulptor spanjoll. 2012. Vdiq Frederica Sagor Mas, autore, dramaturge dhe skenariste amerikane. 2013. Vdiq Qazi Hussain Ahmad, studiues dhe politikan pakistanez. 2014. Vdiq Eusebio, futbollist dhe menaxher. 2014. Vdiq Carmen Zapata, aktore amerikane. 2015. Vdiq Jean-Pierre Baltoise, garues francez dhe vrapues me motor. 2016. Vdiq Pierre Boulez, pianist, kompozitor dhe dirigjent francez. 2018. Vdiq Asghar Khan, general dhe politikan pakistanez me 3 yje. 2018. Vdiq Thomas Bob, astronom amerikan më i njohur si bashkëthemeluesi i kometës Hale-Bopp. 2019. Vdiq Bernice Sadner, aktiviste amerikane për të drejtat e grave. 2019. Vdiq Dragoslav Zakulorac, futbollist dhe menaxher serb. 2021. Vdiq Colin Bell, futbollist anglez. 2021. Vdiq John Georgadis, violinist dhe kompozitor anglez. 2022. Vdiq Kim On-soo, aktore dhe modele koreano-jugore. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e James Richard Cross, diplomatit
anglez i cili ka dhënë një kontribut mjaft të madh në Indi, Malajzi dhe Kanada dhe historinë e rrëmbimit të tij, ku ju ftoj që ta ndiqni. James Richard Cross ishte një diplomat britanik me origjinë irlandeze që shërbeu në Indi, Malajzi dhe Kanada. Ndërsa ishte postuar në Kanada, Cross u rrëmbye nga anëtarët e Frontit de Liberacion du Québec gjatë krizës së tetorit në tetor 1970. Ai u lirua përfundimisht pothuajse 2 muaj më vonë dhe më pas u kthye në Mbretërinë e Bashkuar. Cross u lind në Negacht, në konten Tipperary, Irland, më 29 shtator 1921. Nëna e tij vdi gjatë lindjes së tij. Vllai i tij më i madh kishte aftësi të kufizuara intelektuale. Gjatë luftës së dytë botërore, Cross shërbeu me ushtrinë britanike dhe luftoi për çlirimin e Francës. Ai u emërua në seksionin e kontrollit të lëvizjes së inxhinierëve mbretëror në 1944. Pas luftës, Cross u bashkua shërbimit diplomatik dhe u caktua fillimisht në New Delhi në vitin 1953. Puna e tij e parë në Kanada filloi në 1957, kur ai shërbeu në Halifax dhe Winnipeg për 5 vjet. Si pasojë, ai u caktua në Kuala Lumpur për 4 vjet. Në ato kohë në Malaya dhe pas vitit 1963 në Malajzi, përpara se të kthehej në Londër në 1966 për të drejtuar bordin e tregtisë, dega përgjegjëse për ekspozitat dhe panairet jashtë shtetit. Ai u kthye në Kanada në shkurt 1968 si komisioneri i lartë i tregtisë në Montreal. Cross u tërhoq në Seaford e Sussex. Ai vdiq në shtëpinë e tij atje më 6 janar 2021. Ai ishte 99 vjeç dhe vuajti nga komplikimet e COVID-19 gjatë pandemisë COVID-19 në Angli, në kohën që çoi në vdekjen e tij. Si gruaja e tij, ashtu dhe fëmijë e tyre i vetëm, Susan, e paravektuan atë në 2018 dhe 2015 respektivisht. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të bamjeve. Bamjet, një ushqim që pëlqej nga një pjesë e vogël e popullsisë, por me vlera të mëdha në organizmin ton, kanë pak kalori. Bamjet përmbajnë vetëm 30 kalori për 100 gram dhe sugjerohen për të gjithë ata që duan të bija në peshë. Nuk përmbajnë yndyrna të ngopura apo kolesterol. Bamja kështu kthehet në një perim ideal për personat që vuajnë nga kolesterole. Shërben si një balancues sheqeri, ndihmon për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak, duke ngadalësuar përthithjen e saj nga stomaku, duke kontrolluar në mënyrë dhe diabetin. Përmban shumë fibra dietike, kyperin, vepron si një laksativ natyral, duke ndihmuar në tretje. Bamja gjithashtu ndihmon bakteret e shëndetshme që ndodhin në zor, si dhe ndihmon në ruajtjen e balancit të pH-it në traktin tretës. Është e pasur me vitamina A dhe antioksidues të tjerë, duke qenë se bamja është e pasur me beta-karoten, lutein dhe ksanin, që së bashku me vitaminën A ndihmojnë në përmirësimin e shikimit, si dhe mbajnë lëkurën të freskët dhe të shëndetshme. Përdorimi i bamjes ndihmon dhe në parandalimin e kataraktit, si dhe vlerësohet për parandalimin e njollave dhe ankneve. Si pasojë e sasisë së madhe të antioksidantëve dhe fibrave që përmbajnë bamjet, ato shpesh lidhen me parandalimin e radikaleve të lira. Bamja është e pasur me vitaminë C, duke qenë se vitamina C shërben dhe si një antiinflamator. Bamja është një zgjidhje e mirë për të ulur simptomat e azmës dhe për të parandaluar të ftohtin. Përmban përqindje të larta të acidit folik. 100 gram bamje përmban rreth 22% të sasisë ditore që i duhet trupit të njeriut. Mbi të gjitha, është e këshillueshme gjatë shtatzanisë, pasi ndihmon në parandalimin e defekteve në lindje. Ushqimet me acid folik ndihmojnë gjithashtu edhe në pastrimin e mushkëlive. Është e pasur me minerale. Bamjet ka nivele të larta të mineraleve që i duhen një organizmi për të qenë i shëndetshëm.
përfshirë këto hekurin, kalciumin, magnesin. Përmbajnë dhe vitamin K. Kjo vitamin është shumë e nevojshme për shëndetin e kockave. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 7 deri 13 gradë Celsius, Kukës 2 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri 11 gradë Celsius, Tiranë 8 deri 14 gradë Celsius, Durrës 11 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 11 deri 14 gradë Celsius, Elbasan 7 deri 13 gradë Celsius, Berat 7 deri 13 gradë Celsius, Korç 2 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri 15 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri 12 gradë Celsius, Sarand 8 deri 12 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 1 deri 7 gradë Celsius, Podujev 0 deri 6 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri 7 gradë Celsius, Pej 4 deri 10 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri 6 gradë Celsius, Gjakov 2 deri 11 gradë Celsius, Malishev 2 deri 9 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 6 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri 7 gradë Celsius, Kaçanik 1 deri 7 gradë Celsius, Prizren 2 deri 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.